duhet ishin mbështetur me subvencione si kundër bëjnë gjithë vendet e rajonit për të përballuar një konkurrencë që do të vijë nesër në kuadër të antarësimit në Bashkimin Evropian. Është për të ardhur keq që kjo qeveri në fakt e sheh të gjithë këtë proces, absolutisht jo vetëm jo gjithëpërfshirës, sepse kemi pasur që në fillim të legjislaturës një shmangje të opozitës, një shkrirje të Komisionit të Integrimit nga ana e kësaj majoranце, nuk e përfshirje gjithashtu të parlamentit në shumë nga pozicionet negociuese, ne nuk kemi dieni për pozicionet negociuese me Bashkimin Evropian, dhe edhe në raportin e Ibarit thuhet qartë mungesa e kontrollit parlamentar. Është thënë qartë si asnjëherë tjetër fakti i mosngritjes së komisioneve hetimore nga kjo majorancë. Pra mungesa e kontrollit parlamentar që për ta absolutisht është një rëndësishëm. Pse? Sepse janë balancat e pushteteve. Është shumë e rëndësishme shteti së drejtës në këtë proces. Kontrolli dhe balanca e pushtetit legjislativ, ekzekutiv dhe gjyqësor. Dhe në momentin që këto rënohen, kur i bëhet presion gjyqësorit në mungesën e dhënies leje për imunitetin e tjerë me radhë, absolutisht që kjo është e papranueshme nga Bashkimi Evropian, kur këtu nuk ka zgjedhje, po ka një farsë elektorale ku të thuhet mjaft qartë, si asnjëherë tjetër në raportin e Ibarit, përdorimi fondeve publike, përdorimi patronazhistëve, citohet në mënyrë të veçantë, përdorimi i gjitha resurseve në funksion të zgjedhjeve. Ky është një proces absolutisht i vështirë dhe nuk kërkon slogane dhe propagandë, po kërkon punë. Çështja është që kjo qeveri për te propagandës absolutisht nuk ka vullnetin për të çuar përpara dhe për të kryer reforma reale për vendin, dhe nuk bëhen thjesht për procesin e integrimit, por bëhen mbi të gjitha për qytetarët shqiptar. Po ju marr shëndetësinë se isha këto ditë e konsultoria qendrore e QCT-s për shëndetësinë europiane. Pata dhe interpelancë për çështjen e spitalit të traumës, kam pasur dhe për onkologjikun. E di si rinin personat atje për të pritur për një konsult me mjekun në temperatura shumë të larta, siç janë këto dite që do të vinë edhe më të nxehta, jashtë, në trotuare, në karrige, në stola, asnjë shërbim, asnjë ujë, asnjë mundësi apo asnjë trajtim dinjitoz për pacientët që kanë vuajtjen e tyre, që kanë smundjen e tyre dhe që duhet presin me orë të tëra në pritje. Ndërkohë që shohim ministren, kryeministrin që bëjnë propagandën e hapjes sezonit turistik, se sa mirë do i kemi spitalet, si do i shërbehet turistëve, etj me radhë, që kemi një impakt pozitiv, totalisht gënjeshtër. Nuk mund të ecë drejt Bashkimit Evropian me gënjeshtër, se nuk mund t'i hedhësh hy syve ndërkombëtarët që kanë burimet e tyre të informacionit, nuk kanë vetëm Komisionin Evropian, kanë ambasadat e tyre, kanë raportet e shoqërisë civile dhe kanë denoncimet absolutisht të opozitës që janë në funksion të një integrimi real. Ke një shëndetësi të nënfinancuar, nga ana tjetër ke koncencione që vjedhin çdo ditë qytetarët. Ke analiza që nuk bëhen mbas datës 20, po si mundet një vend që pretendon të integrohet në Bashkimin Evropian të mos ofrojë një shërbim bazë, analizat shëndetësore për qytetarët shqiptar mbas datës 20, sepse ja kanë dhënë koncesionarit, i kanë dhënë dhe fondet, por nuk mjaftojnë fondet, që kështu mbas datës 20 qytetarët shkojnë tek privati. Paguajnë çdo gjë nga xhepi i tyre. Mos flasim për cilësinë e barnave, që kjo qeveri e ndroi me ligjin 2015 dhe që tani është kusht i Bashkimit Evropian kthimin e atë ligj që ka qenë më përpara, sepse e dëmtuan tregun, hoqën gjithë barnat cilësore dhe kanë futur në treg barnat të cilat